Nga foltorja e parë për këtë vit përpara godinës së kryeministrisë, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha paralajmëroi shefin e qeverisë Edi Rama se do të ketë fatin e presidentit të Venezuelës Nicolás Maduro. Gjatë fjalës së tij përpara qytetarëve, lideri i opozitës citoi presidentin Donald Trump, i cili 2 ditë më parë paralajmëroi liderë të tjerë në përballë se do të kenë të njëjtin fat si Maduro nëse bashkëpunojnë me narkoterroristët. Presidenti Trump nga gjetja sot ka përsëritur se tira Maduro je i pari. Të tjerë do vinë më apsteje. Dhe u ka dërguar mesazhe njëri pas tjetrit. E vërteta është se ky akt solli ngritës të madhe të merr terror dhe ferr në Surrel. Edi Rama ngriu. E ky që dje podcastin e tij mashtrojmë, se çeli një fjalë goje. Publikoi një artikull me emrin e 2 mashtruesve ordiner të tij, Endri Kajsiu, në të cilin thoshte, jo, mos kujtoni se jam Maduro, sepse Shqipëria nuk ka naftë sa Venezuela. Në fjalën e tij Berisha renditi edhe të përbashkët e Edi Ramës me Nicolás Maduro, duke u shprehur se të dy kanë shpopulluar vjedhur paratë e qytetarëve apo bashkëpunuar me kartelet e drogës në vende që drejtojnë. Pse ky është Maduro? Pse ky është Maduro? Sepse ky një lloj si Maduro ka shtruar zgjedhjet e farsë elektorale, mandatet e tij qëndrojnë mbi krimin, ka marrë mandatet opozitës. Ky është një lloj si Maduro, sepse ky është i lidhur direkt me kartelet më të fuqishme të drogës në Europë, sepse nëse Maduro ka përzarë nga vendi i tij 20% të popullatës me varfëri dhe mjerim, Maduro ka përzarë nga Shqipëria 40% të popullatës, sepse nëse Maduro preferon të dha pijet e forta, ky preferon verat 33.000 euro shishën. Dhe me lindat e tij, vjedh qindra milion euro nga akshi, në qoftë se Sicilia e Maduros mirte taksa për avion të drogës. Olsira i Maduros instalonte fabrikën e parë. Për të gjitha këto, Berisha tha se Edi Rama do të arrestohet nga qytetarët në Surrel, njësoj siç forca Delta arrestuan Nicolás Maduro në Venezuelë. Do t'i them këtu se ne nuk presim që forcat Delta të zbarkojnë në Surrel, se do zbarkojnë Deltat tonë. Ja ku i kemi Deltat që do zbarkojnë në Surrel. Ja këtu i ke Delta Trump. Këta Delta që ke këtu përpara pritin Surrel sa po të marrin urdhrin. Atje do i kesh. Duke përkujtuar 35 vjetorin e daljes së numrit të parë të gazetës së Rilindja Demokratike, Berisha foli për lirinë e mediave në vend, duke u shprehur se sot shumë televizione janë shndruar në zëdhënëse të trafikantëve të drogës dhe regjimit të Edi Ramës. Kur ndonjëherë kartelet e drogës, organizatat kriminale nuk kanë patur në dorë sa të kanë sot në Shqipëri serialin e mediave të kontrolluara prej tyre. Këto media çdo ditë shpërndajnë me valët, me portalet, me shkrimet, me ekranet, me studiot, mashtrime, manipulime dhe trillime për qytetarët shqiptar. Një lloj si në diktaturat më të zeza, direkt apo indirekt, glorifikojnë të keqen, justifikojnë të keqen, zulmojnë të keqen. Por sot përsëri në panoramën mediatike shqiptare ka gazetare dhe gazetar trima e guximtar, të cilët bëjnë gjithçka në kushtet merrsisht të vështira, të paguar dhe të papaguar, që thonë ju të vërtetën. Në përfundim, lideri i Partisë Demokratike u shpreh se 2026 do të jetë viti i triumfit të opozitës dhe rrëzimit të diktaturës.